Një histori e vërtet. Një njeri e pyeti një tjetër që po falej. Po sikur, pas vdekjes, të zbulojmë se parajsa dhe ferri nuk ekzistojnë, dhe se nuk ka shpërblim apo ndëshkim. Çfarë do të bësh? Përgjigjja e tij ishte e habitshme. Ja historia. Ishim në një restorant arab në Londër, pak para perëndimit të diellit, në vitin 2007. Pasi u ulëm, kamerieri erdhi të merrte porosit. U njoha me shokët e mi dhe kërkova leje për disa minuta. Kur u ktheva, njëri prej tyre më pyeti: "Ku ishe, doktor? Na le të presim." Ju përgjigja: "Kërkoj ndjes, po lutesha." Ai qeshi dhe tha: "Ende lutesh? Jeni të modës vjetër." Edhe unë buzëqesha: "Të modës vjetër? Pse? A ekziston Zoti vetëm në vendet islame? A nuk ekziston edhe në Londër?" Ai tha: "Doktor, dua t'ju bëj disa pyetje. Ju lutem, më duroni me durimin tuaj të zakonshëm." I thash: "Patjetër, por kam një kusht." Ai tha: "Vazhdo." Ju përgjigja: "Pasi ti mbarosh pyetjet, duhet të pranosh fitoren ose humbjen. Dakord?" Ai tha: "Dakord, dhe është premtim." "Mirë," i thash, "fillojmë." Ai pyeti: "Sa kohë ke që lutesh?" I thash: "E mësova në moshën 7 vjeçare, e zotërova në moshën 9 vjeçare dhe nuk e kam lënë kurrë. Me vullnetin e Zotit nuk do ta lë asnjëherë." Ai tha: "Në rregull, por çfarë nëse pas vdekjes zbulon se nuk ka parajs, nuk ka ferr, nuk ka shpërblim me ndëshkim? Çfarë do të humbisesh?" I thash: "Le ta marrim për të vërtet supozimin tënd. Edhe nëse nuk do të kishte parajs e ferr, nuk do të humbisja asgjë. Siç tha Ali ibn Ebu Talibi: Zoti im, nuk të adhurova nga frika e zjarrit tënd, as nga dëshira për parajsën tënde, por të adhurova sepse ti je i denj për adhurim." Ai vazhdoi: "Po lutjet e tua ndër vite, do të zbulosh se ata që u lutën dhe ata që nuk u lutën janë të njëjtë." I thash: "Nuk do të më vinte keq. Ato marrin vetëm disa minuta në ditë. Do t'i konsideroja një ushtrim të dobishëm fizik e shpirtëror." Ai tha: "Po agjërimi, sidomos në Londër, ku ndonjëherë zgjat më shumë se 18 orë." U përgjigja: "Agjërimin e shoh si ushtrim të lartë shpirtëror e mendor. Ka edhe përfitime të shumta shëndetësore, të dokumentuara nga studime ndërkombëtare jo islame." Ai pyeti: "Ke provuar ndonjëherë alkolin?" I thash: "Jo, kur?" Ai u habit: "Kur? Po kënaqësia e tij, po shoqëria." Ju përgjigja: "Ndoshta jam privuar nga kënaqësitë e tij, por jam shpëtuar nga dëmet e tij, që janë shumë fish më të mëdhaja: sëmundje, familje të shkatërruare, varësi. Edhe raportet ndërkombëtare paralajmërojnë për këtë." Ai vazhdoi: "Po haxhi e umra, po sikur pas vdekjes të kuptosh se Zoti nuk ekziston." I thash: "Do t'i kujtoja si udhëtime të mrekullueshme që më pastruan shpirtin, ashtu si udhëtimet e tua të zakonshme që të ndihmojnë të largosh stresin." Ai heshti për disa sekonda dhe tha: "Faleminderit për durimin. Unë e pranoj humbjen." E pyeta: "Si mendon se ndihem tani?" Ai tha: "Me siguri je i lumtur." I thash: "Jo, jam i pikëlluar." "Pse?" I thash: "Sepse kam vetëm një pyetje për ty." Ai tha: "Kush është?" I thash: "Ndon se supozimi yt nuk më dëmton mua, po nëse pas vdekjes zbulon se Zoti vërtet ekziston dhe gjithçka që përshkruhet në Kur'an është e vërtet, çfarë do të bësh atëherë?" Ai më drejtua me sy, por nuk foli. Në atë moment kamerieri solli ushqimin. I thash: "S'ka nevojë të përgjigjesh tani. Hajde të ham. Kur ta kesh përgjigjen, më thuaj." Kaloi një muaj. Më telefonua dhe u takuam sërish në të njëjtin restorant. Pas shtrëngimit të duarve, më përqafoi dhe shpërtheu në lot. Mbaja për krahësh dhe e pyeta: "Çfarë ndodhi?" Më tha: "Erdha të të falenderoj. Jam rikthyer te lutja pas më shumë se 20 vitesh që e kisha braktisur. Fjalët tuaja nuk më lanë të qetë. Sikur zgjuat diçka brenda meje. Ndihem si njëri tjetër."
me një qetësi të re që nuk e kam provuar kurrë. I thash, ndoshta ato fjalë zgjuan shikimin tënd të mbrëmshëm, pasi shikimi yt fizik të kishte dobësuar. Ai tha, po, ti më zgjue shikimin e mbrëmshëm. Faleminderit nga zemra. Në përmbyllje, i lutemi Allahut të na bëj prej atyre që dëgjojnë fjalën dhe ndjekin më të mirën e saj, dhe të na shtoj dashurinë për të dërguarin e tij dhe pasimin e sunetit të tij. O Zot, dërgo paqe dhe bekime mbi Muhamedin, sa herë që përmendet nga ata që e përmendin dhe sa herë që harrohet nga ata që e harrojnë.